Nëse do ta dije si sigur që biznesi ecën mirë, cila është bransha apo cila është biznesi që do ta bëj? Do të bëja një gjë që mendoj se më mungon në Shkup edhe kudo. Tash mos e shef që dhe kjo lidhet me fëmirin. Prap kthehemi te fëmiria. Do doja një zinxhir për pjekurina, për krofne, për kifle, për gjëra kështu për mëngjes, po të cilat do t'ishin të bëra si në shtëpi. Jo komerciale. Jo komerciale, jo këto të dekoruarat me 10 gjëra, dhe kur e han është njësoj si ajo buka që është te najloni e futur. Ka tek tu qëlloj ndonjëherë një kafshat të mirë, po jo diçka që më kujton mua atë ushqimin e mëngjesit të shëndetshëm nga familja jonë. Qoftë edhe në shkollë fillore që na e sillnin. Kishte kënaqësi, kishte çdo gjë kishte shijen e vet. Tani më duket është vetëm një brum edhe forma të ndryshme, seri. Edhe nuk e di, ndoshta ka edhe njerëz të tjerë si unë që janë adhurues të këtyre mëngjeseve të dikushme. Nuk po flas për mëngjese që kushtojnë shumë, po thjesht gjevreku duhet të dallohej nga brumi që edhe shija që do e kishte kjo te kifle.